Veprimtari Halil Geci ka reaguar ashpër ndaj sjelljes së opozitës në Kosovë, duke thënë se veprimet e saj nuk janë më politik, por baltë që ngritet në rrugën e vendit. Ai thekson se opozita me dashje e padashje ka rrëshqitur në terrenin e inatit dhe ka harruar adeun për karrigen. Sipas Gecit, bllokimi i institucioneve pas zgjedhjeve të 9 shkurtit 2025 ka futur Kosovën në krizë të thellë politike e ekonomike. Ai kujton se pavarësisht fitores së vetëvendosjes me 48 deputet, opozita dhe lista serbe kanë penguar zgjedhjen e kryetarit të kuvendit për muaj të tërë, duke lënë vendin pa qeveri funksionale, ku loja bëhet qëllim, shteti bëhet viktim, ka është theksuar Geci, duke shtuar se qytetarët janë lodhur nga grindjet e deputetëve dhe kërkojnë veprime jo fjalë boshe. Ai paralajmëron se në zgjedhjet e ardhshme qytetarët do t'i ndëshkojnë me votë ata që, siç tha ai, e baltosin vendin dhe shkatërrojnë Kosovën për interesa partijake. Në vim, shkrimi i tij plot nga përvoja, po ju them, opozitar me dashje apo padashje, keni rrëshqitur në baltë dhe keni thyer këmbën. Veprimet e opozitës s'janë në politike, por baltë që ngrihet në rrugën e vendit, me dashje e padashje, rrëshqitet jo në dritë, por në terrin e inatit. Keni harruar se kush ngjitet lart me urrejtje bie më rënd, ku nuk ka tokë për t'u mbajtur. Kosova nuk ecën me këmbë të thyer e as me opozitë që harron adeun për karrigen. Ku loja bëhet qëllim, shteti bëhet viktim. Ndaj, mos kërkoni duar trokitje nga balta, as në derë në baltosjen e vendit tuaj. Për çdo mbrëmje, kur shikoj lajmet e natës, zemra më mpin nga nervozizmi, deputetët bërtasin, shajnë, fytyrat të lënduara mbushin foltoren, ndërsa ne qytetarët shohim vetëm kaos dhe tallje. Më 9 shkurt 2025 Kosova votoi vetëvendosjen, e cila fitoi por pa shumicë absolute. 48 deputet u zgjodhën, ndërsa 61 ishin të nevojshëm për të zgjedhur kryetarin dhe për të formuar qeverinë. Megjithatë, bojkoti i listës serbe dhe i opozitës po e pengon Kosovën të ecë përpara. Emri Albulena Haxhiut, i propozuar nga partia fituese, u refuzua nga lista serbe dhe opozita, e cila nuk e pranoi kandidaturën. Me 52 vota për 46 kundër dhe 11 abstenime për 21 herë, kuvendi mbeti pa kryetar. Kryeministri Kurti akuzoi opozitën për sulm institucional ndaj Kosovës. PDK, LDK, AAK dhe lista serbe të gjithë bashkë penguan formimin e qeverisë. Më 26 gusht Dimal Basha u zgjodh me 73 vota pas 50 tentativash, por pasojat mbeten vendi pa qeveri, ekonomia në krizë, qytetarët pa shpresë. Në maj, Shërbimi Civil i Kosovës protestoi para kuvendit për bllokimin e institucioneve. Çdo parti është po aq përgjegjëse, thanë ata, për dështimin e kuvendit dhe për krizën politike. Në qershor, gjykata kushtetuese urdhëroi përfundimin e bllokadës brenda 30 ditëve, por ende kuvendi pa funksion. Kosova pa qeveri, pa udhëheqje. Në Korriku mbajt një protestë simbolike ku avokati Koci solli 4 gomer para kuvendit për të simbolizuar kokëfortësinë e deputetëve dhe për të treguar se Kosova është e bllokuar. Opozita dhe lista serbe kritikojnë ashpër qeverinë e përkohshme të Kurtit, veprime që pengojnë bashkëpunimin dhe stabilitetin e vendit, janë të papranueshme dhe dëmtojnë interesin shtetëror të Kosovës. Në tetor, qytetarët kërkojnë veprime, jo fjalë, jo grindje, jo bllokada. Kosova ka nevojë për udhëheqje të përgjegjshme që të dalë nga kriza për të ndërtuar të ardhmen e saj. Deputetët e zgjedhur e vrasin ditën me fjalë të kota dhe me bojkot të paftyrë. Opozita po shkatron vendin për të fituar pikë politike të përkohshme. Rrënjët e Kosovës janë të forta, por nuk mbahen me sharje. Ato qëndrojnë vetëm me punë, me vizion dhe me respekt ndaj qytetarëve, pa dyshim se qytetari në zgjedhjet nacionale do t'ju mbajë mend fajtorët tashmodien dhe pa dyshim se do të ndëshkohen rënd me votë.